tash e kemi mega skandal. Një skem që nuk e kemi pa asnjëherë më parë, e që ajo kap shifrat multimilionshë. Shumë ngjarje, shumë zhvillime çdo ditë. Po duket sikur nuk po e ka vëmendjen e duhur një prej temave, e cila ka pasoja më të mëdha në drejt për drejti në jetën e qytetarit të Kosovës, që është kosto. Kosto që e produkteve që për çdo ditë po e shohim që na rritet si pasojë e asaj që është shkaktari kryesor, rritja e çmimit të energjisë elektrike. Natyrisht është lajm i mirë zhvillimet që i pam dje te Ministria e Bujqësisë, për shkak se është fol shumë dhe raportu shumë prej mediave, kolegëve tonë gazetarë për dyshime për korrupsion e keqpërdorimin në institucion, por tema tjetër më e rëndësishme e mendoj që duhet me pas fokusin dhe vëmendjen e keq qytetarëve të Republikës së Kosovës, e sidomos të organe përgjegjëse që duhet me u marrë me të trajtu me këtë rast, është të sektori i energjisë elektrike, çka është të ndodhë. Është në nivelet absurde, kur i sheh statistikat dhe raportet çfarë keqpërdorimi multimilionshë ka ndodhur para syve tonë në institucionet përgjegjëse që janë për me rujt qytetarin mbi gjitha e buxhetin e institucionet e ndërmarrjet publike për me rujt interesin e qytetarit. Po ndodhe kundërta. Përveç atyne që kemi raportu për 3-4 vite radhazi, e që kanë të bojnë me keqpërdorimet me kompaninë GEM, e cila na doli e lidhur direkt me një ambasador të Kosovës, me Martin Berishaj, e që nuk u sqaru akoma deri në fund. E shumë afera, skandale tjera që e mbulun kekun që çun deri te arrestimi i njëri prej kryeshefave Nagib Krasniqit, tendera multimilionsh me procedura një burimore, tash e kemi mega skandalin. E përmosa që jom të e përsërit në vazhdimsi, që nuk ka ndodhur në historinë e Kosovës, ku përveç shitjes dhe blerjes energjisë elektrike, ku mafia energjetike ka caktuar çmimet pavarësisht sa kanë qenë ato në bursa, tash e kena edhe një skem që nuk e kemi pa asnjëherë më parë, e që ajo kap shifrat multimilionshë, që është kostoja e lartë që është e pagu Kosova, ose që e ka pagu në këto 3-4 vitet e fundit për transportin e energjisë elektrike. Absurditeti llojit vetë, nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Për këtë temë ka pas 10 raportime. E kemi pa së fundmi hulumtimin e kolegu tonë në buletini ekonomik, Agon Sinonaj, ku e nxjerri raporte zyrtare për rrjetit evropian të operatorëve të sistemit të transmetimit, e ku po faktohet krejt ato dyshime e ato që i kemi thonë me vite, e po ashtu që ka bo një punë të jashtëzakonshme edhe Shenol Muharremi, me raportime për çdo ditë, ndoshta aty bon krahasimet me statistika e me përqindje, e po ashtu edhe Lirim Mehmetaj. Mirë po unë sot po du me unal veç me ju tregu një rast, mrena një dite, me të njëjtat orë, njëjtën datë dhe të njëjtën ditë se çka ka ndodhur, edhe me bo krahasimin me 2 shtete tjera se sa ka pagu Kosova. E kemi datën 24/12/2024. E kena orën prej orës 9 deri në ora 19, 18-19, sa na ka kushtu transporti. Sa i ka kushtu Kosovës, e sa i ka kushtu me të njëjtën linjë, sa i ka kushtu Bosnjë Hercegovinës, edhe sa i ka kushtu Shqipërisë. Jemi të fol vetëm për transportin e energjisë elektrike. Pe nisëm me prej malit zi në Bosnjë Hercegovinë. Ora 9 deri në ora 10, çmimi u pagu 0.22 cent. Prej 10 deri në orën 11, 31 cent, ka vazhdu apet prej orës 11 deri në 12 me 31 cent, edhe 32 cent ka shku deri, është pagu deri në ora 14. Prej orës 15 deri në ora 16 është pagu 0.52 cent,
Edhe maksimumi që ka shku ka qenë në kohën prej orës 17 deri në orën 18, që u pagu 2,99 €. Jemi të fol prej Malizi për Bosnjë dhe Hercegovinë sa është pagu çmimi i transportit të energjisë elektrike për megawatt. E këshyrëm sa ka shku për Shqipëri. Prej Malizi për Shqipëri kosto u pagu për megawatt prej orës 9 deri në orën 10 0,04 cent. E njëjta ka vazhdu prej orës 13 deri në orën 14 u shpagu me 0,04 cent. Pastaj u shrit për 1 cent, 0,05 cent në ora prej 14 deri në 15, edhe maksimumi që ka shku ka qenë prej orës 18 deri në ora 19, që ka shku 1,77 cent megawati, vetëm për transport energjisë elektrike. Dalëm te Kosova. Që kjo ta komplekson dhe ta çmend se cilin njeri në botë që i njeh këtë sistem energjetik e që e njeh për çka po bëhet fjalë. Jemi të fol vetëm për qarkullimin, transportin e energjisë elektrike që neve na u ka dash në këtë ditë ta importojmë përmes Malizi, ta shfrytëzojmë këtë trase. Ka fillu prej orës 9 deri në ora 10 me 2 euro me gjos. Edhe prej orës 10 deri në ora 11, kur konsiderohet që është, si themi, edhe kostoja energjisë elektrike e lirë, edhe rrjeti, transmisioni, nuk është i ngarkuar, kapacitetet janë të lira, për shkak se nuk ka kërkesë të madhe të konsumin këtë orë. Prej orës 10 deri në ora 11 ka pagu Kosova për megawatt, për 1 megawatt, 798,32 cent për 1 orë. Edhe ka vazhdu, pra prej orës 10 deri në ora 11 me të njëjtin çmim, ka vazhdu prej 12 deri në ora 13 me të njëjtin çmim, edhe i njëjti çmim është pagu prej edhe deri në ora prej 15 deri në ora 16. Mandej ka rënë prej orës 16 deri në 17 ka rënë 6,40 cent, 17 deri në 18 7,37 cent, edhe prej orës 18 deri në ora 19 ka rënë në 6,40 cent. Mrena 1 ore për megawatt kena pagu 798,32 cent. Nëse kalkulohet për sasinë që e kemi transportu, gjatë kësaj ore ka qenë 210 megawatt. Edhe maksimumi që ka shku, madje është edhe këtu paradoksale, kur ka shku 235 megawatt. Edhe ka hyrë në kohën kur konsumi rritet, prej orës 17, ka shku 235 megawatt, a e kena pagu veç 6,40 cent. Mirë po, për 1 orë, kur përpjesohet me 798,32 cent, 210 megawatt, atëherë për 1 orë, Kosova ka pagu 167,647,20 cent për 1 orë, vetëm për transport. Për të njëjtën orë, Shqipëria ka pagu vetëm 0,04 cent. Për Bosnjë-Hercegovinë. Bosnjë-Hercegovina ka pagu prej 0,31 cent, edhe maksimumi ka shku 2,99 cent. Ajni ty e po qëfar skeme ka ndodhë. Pse është të rëndësishme dhe pse duhet me shqetësu se cilin qytetar të Republikës Kosovës që kjo skem kriminale e organizune për me vjedhë në kurrez qytetarët Kosovës. Për shkak se qëto kemi me pagu për çdo muaj se cili qytetar që jeton në këtë Republikë. Kemi me pagu me fakturat e energjisë elektrike, që tashmë e kena me rritje për 16,1%, mirë po që do të rriten edhe me një përqindje shumë madhe në ditët në vijim, kur deregullohet tregu, edhe t'i nxjerrin në treg të hapur, e që do të paguajnë deri në 250% ma shtrejt bizneset, rreth 1.400 biznese. Por kur nuk është vetëm kjo, si rezultati i këtyre hajnime që kanë ndodhur në këtë sistem, qytetarët e Republikës Kosovës kanë me paguar në byrek. Për shkak se byreku ka shtritu tashmë si rezultati i këtyre hajnive që duhet me umbulu. Edhe jena ty fol këtu për disa emra dhe disa njerëz që janë të lidhur me pushtetin, e që mrena tyne është mafia energjetike e Kosovës. Kjo mafia energjetike e Kosovës, për të cilën, ma shumë se gjithkush tjetër, përveç gazetarëve e mediat që e kanë trajtu me vite, ka fol vetë Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje.
Ndërsa sot e shohëm që në qeverisin e tina, para syve ti, mafia energjetike e Kosovës po qarkullon, po fiton miliona, qindra miliona në kurrez të qytetarëve të Kosovës. E këto nuk e na pagu vetëm një vit, kemi pagu me vitet tona, për shkak se çdo çmim që rritet sot i konsumit, i shërbime, i produkteve, asnjëherë nuk kemi pa që ka me rallë më ul ato çmime. Nuk ka më ul më asnjëherë çmimi i energjisë elektrike e nuk ka më ul asnjëherë më çmimi i bukës, vajit, millit, edhe gjithçka tjetër që është konsum i përditshëm. Prandaj, sot më shumë se kurrë, është me rëndësi, është interes qytetar, interes i krejt këtyne njerëzve, që me pas prokuror të guximshëm, edhe me nis me hetu këtë rast që ka ndodhur në 3-4 vitet e fundit. Që kjo në menoj që është kryevepra, patriotizmi më i madh që dikush mundet me ia bën qytetarët e Republikës Kosovës, nëse merret edhe e ndalon këtë marrëzi, këtë hajni kaq të madhe që u të ndodh në këtë industri. E që kjo është drejt për drejti, secili që merret me hetu këtë rast, edhe me parandalu këto hajni, i kontribon secilit qytetar të Republikës Kosovës që është të jetu në këtë vend, e që konsiderohet që jemi populli më i varfër në rajon në Evropë. Edhe njëherë po du me përsërit. Kjo du të me konë tema më rëndësishme dhe tema që i përkupon mas shumëti secili njeri që jeton në këtë vend. Për shkak se na jemi të pagu çmim shumë të lartë për një grup mafioz në mafia energjetike që përfshin edhe disa njerëz të pushtetit e që janë grup i vogël e që çmimin do të paguajnë këtë qytetarët e këtij vendi. Që to që ka e pam deri tash është vetëm një kompani që e ka emrin NOA, që është regjistruar në 2021 e që mas 2-3 muajve ja ka nisë me fitu miliona. E që prej një kompanie fantome me vetëm 2 të punësuar në Kosovë, është në gjendje me i fitu në këtë vend, edhe këtë shtet të varfën, me një skem që e ka ndërtu, me një çmim që e pagu me 2 cent, 3 cent, 4 cent, me i fitu në orë rreth 167.000 euro. Jena të i full vetëm për një raport që deri tash e kemi publik ose kena mri me pas të ndorë. Për shkak se, duke qenë që hajnia e ka kaplu këtë sektor, e hallkat e tina shkojnë deri te kabineti i kryeministrit Kurti, atëherë është mbyll hermetikisht çdo informacion, çdo dokument dhe çdo letër, e cila mundet me i faktu këtu. Këto nuk mund me kanë përjetësisht të mbyllura. Por, për fund, e kam thënë edhe përsëris, që kjo ka me kanë skandali dhe afera më e madhe që ka ndodhur në historinë e Kosovës, dhe që ka me çmend secilin njeri normal që gjykon, se qysh ka mujt me ndodh gjithë kjo hajni në një vend ku ekzistojnë të gjitha mekanizmat dhe strukturat shtetërore.